Kryeministri Edi Rama ka vijuar edhe sot serinë e përgjigjeve ndaj komentuesve në Sy, ku ka folur në lidhje me reformën në drejtësi. Ai tha se shpatën e ndëshkimit ja ka dorëzuar ai Spakut, pasi më herët sipas tij qëndronte në zyrën e kryeministrit dhe e përdoroi për hesapet e pushtetit. Rama deklaroi se dita e arrestimeve, gjykimeve dhe hetimeve të personave me pushtet politik nuk mund vinte kurrë pa të dhe pa Partinë Socialiste. Rama tha se Spaku nuk ra nga qielli apo e solli Amerika me aeroplan ose Europa me vapor, por e bëri ai. Mëtej kryeministri ka sjellë në vëmendje edhe 21 janarin ku 4 protestues u vranë në bulevard, dita e arrestimeve, hetimeve dhe gjykimeve të personave me pushtet, qoftë ish apo jo, nuk do të vinte pa mua dhe Partinë Socialiste. Nuk vinte kurrë sepse po të vinte do të kishte ardhur që nga 1912 e deri kur unë dhe Partia Socialiste, skuadra jon, bëm reformën në drejtësi. As ti, as Ydata, as gjyshi e stërgjyshi yt nuk kanë parë asnjë gjë të tillë siç po shohim sot. Pyetja është pse? Si ka mundësi që nga 1912 deri kur nis puna e institucioneve që u krijuan si pasojë e reformës në drejtësi, si nuk u hetua apo çua në gjykim një zyrtar nga drejtësia e pavarur? Flas për prokurore gjykatës të pavarur. Kjo shpjegohet sepse unë dhe skuadra ime vendosëm diçka që se ka bërë kush më parë, i dorëzuam drejtësisë shpatën e ndëshkimit. Imagjino të mblidhet poshtë drejtares time një popull i tërë dhe t'jepej urdhri për të qelluar me plumba të vërtet në mish njerëzit e të vdisnin. U preshin në paqe, 4 vet totalisht të pafajshëm e të parrezikshëm. Edhe prokurori të lëshonte urdhra arresti për një numër personazh përgjegjës për procesin e administrimit protestës dhe unë t'i jepja urdhër drejtorit policisë që t'i thoshte Spakut ec, asnjë nuk arrestohet. Pra me forcën e policisë të merrja në mbrojtje persona që i kërkon Spaku, thot Rama.